Tuneli i Llogoras ende nuk ka nisur që të funksionojë me pagesë. Qeveria ka miratuar udhëzimin për përcaktimin e tarifave që do të zbatohen për përdorimin e tunelit të Llogoras dhe është publikuar në fletoren zyrtare, por ende nuk ka nisur që të aplikohet tek drejtuesit e automjeteve dhe nuk dihet se përse po vonohet dhe pse u tha se çmimet do të nisnin të aplikoheshin që në fillim të këtij muaji. Në tunelin e Llogoras në Vlorë ende nuk ka nisur pagesa, ndërsa nuk ka një afat se kur pritet hyrë në fuqi tarifat që do duhet paguajnë drejtuesit e automjeteve, të cilët do të kalojnë përmes tunelit të Llogoras. Sikundër ndiqni, ka përfunduar e gjithë procedura edhe sa i përket ndërtimit të traut, ku do të bëhet i mundur edhe pagesa, qoftë për ata që hynë apo qoftë edhe për ata që dalin nga tuneli i Llogoras, ndërsa duket se jemi ende në një periudhë testimi. Edhe sipas punonjësve cilët janë në këtë territor, ende nuk ka një datë se kur do të mund të nisë pagesa, edhe pse u tha ajo do të fillonte në fillim të këtij muaji. Tarifat e kalimit do të jenë të diferencuara sipas klasifikimit të mjeteve dhe do të variojnë nga 100 deri në 5.000 lekë. Mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme nuk do të lejohen të kalojnë përmes tunelit. Për autovetura, tarifa e kalimit do të jetë 250 lekë ose 500 lekë vajtje-ardhje, po ashtu në udhëzim është caktuar se kalimi për mjetet e policisë, zjarfikses, ushtrisë apo ambulancave dhe për individët do të jetë falas, ndërsa në këtë tunel nuk lejohen mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme. Tuneli i Llogoras u hap vetëm për sezonin veror në korrik të 2024-s dhe më pas u mbyll në nëntor të vitit të shkuar. Pasi mbaruan të gjitha punimet, tuneli u hap përfundimisht në maj të këtij viti dhe deri më tani kalimi ka qenë pa pagesë, me qëllim që të lehtësojë kalimi gjatë sezonit turistik veror. Në total ky projekt kushtoi 20.4 miliard lekë, ndërsa është një investim infrastrukturor që konsiderohet si ndër më të rëndësishmit për jugun e vendit.